Miftinia e Shkodër ka organizuar në mjedis të jashtme të xhamisë në Mjed iftarin e madh tradicional të familjes. Besimtar musliman bashkë me fëmijët dhe familjet e tyre morën pjesë në iftar të vllazërisë. Përfaqësuesi i Miftinisë Shkodër, Arben Halluni, u shpreh se muaji i Ramazanit vjen si reflektimi i afrimit familjar, konsolidimit dhe ruajtjes së tabanit të saj shekullor. Ai theksoi se familja është dhurata më e madhe që i ka dhënë Zoti njerëzimit dhe pikërisht për këtë duhet ta ruajmë atë si bërtham të çdo shoqërie, si dhe të sillim mirë me njëri tjetrin. Zhvillohet tashmë si një traditë e hershme dhe që vazhdon sot e kësaj dite dhe do vazhdoj, pothuajse në të gjitha xhamit e qarkut të Shkodrës, në përmase të ndryshme me pjesëmarrës të ndryshëm, por pjesëmarrja e sotme e këtij Ramazani në zonën e Mjedës i kalon të gjitha iftaret që janë organizuar deri tani. Dhe iftari i familjes ka një mesazh dhe një tregues të rëndësishëm për të konfirmuar atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, më i miri për jush është ai i cili sillet më mirë me familjen e vet. Dhe familja, pa më dyshje, është dhurata më e madhe që i ka dhënë Zoti fuqiplot njerëzimit në përgjithësi. Prandaj të bashkuar dhe të konsoliduar të vazhdojmë që ta ruajmë këtë bërtham të rëndësishme të shoqërisë, bërthame cila ka lindur qysh me krijimin e kësaj jete dhe do vazhdojnë gjithmonë deri në fundin e kësaj bote materiale. Pavarësisht të sfidave dhe vështirësive që hasim çdo ditë, ne jemi amanetçar që ta ruajmë këtë bërtham dhe pikërisht familjen. Allah ju nderoft dhe ju uroj me zemër të mirë Ramazanin. Në këtë iftar ishin pranishëm dhe kryetari i Bashkisë Vojdejes, Kristian Shkreli, dhe autoritetet e tjerë të zonës.